prej moshës 1 deri në moshën 6 ose 7 vjeçare prej kur edhe fillojnë si parashkollor, mendoj që prindërit e kanë një përgjegjësi shumë të madhe dhe duhet të jenë të përgatitur jo vetëm në aspektin gjuhësor, por në të gjitha aspektet, në aspektin e edukimit, në aspektin social, në aspektin kulturor. Duhet që fëmijët t'i ushtrojnë edhe të kenë një ndikim shumë të madh kombëtar, para së gjithash në ata gjuhësor, duke i bler vepra, duke i bler lektyra të ndryshme dhe mendoj që njohja e parë ose njoftimi i parë me fëmijët që të t'i bëhet i njohin me gjuhën shqipe, me rëndësinë e gjuhës shqipe, me shkronjat, me leximin, se shpesh herë vlerësoj që në vend të ndonjë dhurateje që mund t'i blehet fëmijëve pavarësisht nga lodra që mund t'i blejmë, është mirë që t'i krijohet edhe një kënd i librave që në mbrëmje ose në një pjesë të ditës kurdo që ata gjejnë një kohë, një hapësirë, prindrit duhet të ulen dhe t'i lexojnë. Sepse duke dëgjuar në ato forma ato do të i përvetsojnë fjalët e gjuhës shqipe dhe do të krijojnë një kulturë të folurit dhe për të ushtruar ndoshta edhe në kulturën e shkrimit. Mendoj që